Dear Mr. Chomo, dear Speaker Nico, dear Deputy Prime Minister Albana, dear Minister Tony, dear representative of the independent justice institutions, dear colleagues from the international diplomatic community, dear friends, and of course, dear Irene, dear Deputy Director General of DG Justice. It's for me a real honor to join you today at this closing ceremony marking the completion of the transitional re-evaluation process of judges and prosecutors in Albania. 9 years ago, Albania set out on a justice reform journey that was unprecedented in its scope, complexity, and ambition. The vetting process demanded political correct. Procesi I asaj që u quhet vettingu kërkoi guxim politik, qëndrueshmëri institucionale dhe angazhimin personal të gjithë atyre që besuan dhe besojnë se shteti I drejtës duhet të qëndrojë në qendër të së ardhmes së Shqipërisë. Përmes operacionit ndërkombëtar të monitorimit, Bashkimi Evropian së bashku me partnerët e tij ndërkombëtar e shoqëroi Shqipërinë gjatë gjithë këtij rrugtimi sfidues duke ofruar ekspertizë, mbikëqyrje dhe mbështetje të vazhdueshme. Sot mund të themi me bindje të plot se procesi I vettingut ka sjellë rezultate të prekshme dhe historike. Të gjitha çështjet e vettingut në shkallën e parë janë përfunduar dhe të gjitha ankimet janë shqyrtuar. Përfundimisht qindra raste janë vlerësuar sipas standardeve rigoroze të verifikimit të pasurisë, integritetit dhe kompetencës profesionale, duke dëshmuar kështu se askush nuk është mbi përgjegjësinë dhe llogaridhënien dhe se pavarësia e gjyqësorit duhet të ecë krah për krah me përgjegjësinë, integritetin dhe etikën profesionale. Kjo arritje I përket para së gjithash institucioneve shqiptare që mbajtën mbi supe këtë përgjegjësi të jashtëzakonshme, Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, Komisionerëve Publik dhe të gjitha institucioneve mbështetëse. Më lejoni në veçanti të vlerësoj përkushtimin dhe profesionalizmin e gjyqtarëve të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit. Puna e tyre kërkoi jo vetëm ekspertizë juridike, por edhe integritet, qëndrueshmëri dhe pavarësi përballë një vëmendje të jashtëzakonshme publike. Kolegji luajti një rol vendimtar në garantimin e procesit të rregullt ligjor dhe në sigurimin e koherencës dhe besueshmërisë gjatë të gjitha fazave të ankimit të reformës dhe dëshiroj gjithashtu që të shpreh mirënjohjen time për vëzhguesit ndërkombëtar dhe ekipin e operacionit ndërkombëtar të monitorimit, puna e të cilëve kontribuoi në mënyrë të konsiderueshme në transparencën dhe besueshmërinë e procesit. Një falënderim të veçantë dua t'ia drejtoj gjithashtu Agjencisë Austriake për Zhvillim, e cila bashkëfinancoi dhe zbatoi operacionin ndërkombëtar të monitorimit gjatë këtyre 9 viteve, angazhimin e saj të vazhdueshëm I cili ishte thelbësor për suksesin e këtij operacioni. Siç e thanë edhe parafolësit, përfundimi I procesit të vettingut në vetvete nuk përbën fundin e reformës, por shënon fillimin e një faze të re dhe po aq të rëndësishme. Ajo që vjen më pas është një provë edhe më e vështirë që këto arritje të jenë të qëndrueshme në kohë. Mekanizmat e jashtëzakonshëm që u krijuan në kuadër të reformës së vitit 2016 u konceptuan si instrumente kalimtare, pra misioni I tyre po përmbyllet sot, por standardet që ato vendosën duhet të mbeten dhe të vazhdojnë të zbatohen. Mësimet e nxjerra gjatë këtyre 9 viteve nuk duhet të humbasen. Kjo do të thotë që verifikimi I pasurisë, kontrolli I integritetit, mbikëqyrja etike dhe vlerësimi profesional të vazhdojnë të zbatohen në mënyrë të qëndrueshme dhe të drejtë, jo më përmes një mekanizmi të jashtëzakonshëm, por përmes punës së rregullt të institucioneve të përhershme të drejtësisë në Shqipëri. Këshilli I Lartë Gjyqësor dhe Këshilli I Lartë të Prokurorisë mbajnë tashmë përgjegjësinë për të integruar standarde po aq të larta sa ato të zbatuar gjatë procesit të vettingut në menaxhimin e karrierës së gjyqtarëve dhe prokurorëve, që nga emërimi tek vlerësimi periodik e deri tek promovimi në pozicionet më të larta në sistemin gjyqësor të Shqipërisë. Inspektori I lartë I drejtësisë vijon të ushtrojë rolin e hetimit të sjelljeve të papërshtatshme, përfshirë hetimet e nisura kryesisht si edhe të referimit të
rasteve për procedime disiplinore sa herë që nuk respektohen standardet e integritetit apo të etikës profesionale, si për magjistratët që kanë kaluar procesin e vettingut, ashtu dhe për çdo magjistrat tjetër. Inspektorati i lartë i deklarimit dhe kontrollit pasurive dhe konfliktit të interesave duhet forcoj punën e lidhje me deklarimet dhe kontrollin e pasurive të magjistratëve në detyrë në mënyrë që standardi rigoroz i vendosur nga vettingu për justifikimin e burimit të pasurisë të mbetet një kërkesë e vazhdueshme e jo thjesht një test i kryer një herë e një kohë. Edhe shkolla e magjistraturës ka një rol etik dhe jetik në kultivimin e vlerave të etikës, profesionalizmit dhe të integritetit gjatë formimit të brezave të ardhshëm të gjyqtarëve dhe prokurorëve, në mënyrë që këto vlera të bëhen pjesë e kulturës profesionale që në fillim të karrierës së tyre. Asnjë prej këtyre institucioneve që përmenda veçmas dhe më vete nuk pritet që të riprodhojë të njëjtin intensitet që karakterizoi procesin e vettingut, por duke vepruar së bashku me vendosmëri dhe në mënyrë të qëndrueshme, ato mund të sigurojnë që standardet e vendosura nga vettingu të shndërrohen në tipare të përhershme të sistemit shqiptar dhe jo thjesht në një kujtim të një periudhe të jashtëzakonshme. Në fund të fundit, përparimi në sundimin e ligjit nuk matet vetëm nga legjislacioni apo reformat e shkruara në letër, ai matet nga besimi i qytetarëve, nga besimi që ata kanë se drejtësia në Republikën e Shqipërisë është e drejtë e paanshme dhe aksesueshme. Ai matet nga aftësia e institucioneve për të zbatuar standardet në mënyrë të qëndrueshme me kalimin e kohës dhe matet nga qëndrueshmëria e institucioneve demokratike edhe pasi reformat e jashtëzakonshme kanë përfunduar. Puna e kryer deri më sot ka hedhur themele më të forta për një sistem gjyqësor që do të shërbejë qytetarëve me profesionalizëm dhe integritet. Ruajtja dhe konsolidimi i këtyre arritjeve do të kërkojë vigjilencë të vazhdueshme, përkushtim dhe pjekuri institucionale. Bashkimi Evropian mbetet partneri i afërt dhe i besueshëm i Shqipërisë në këtë rrugtim. Më lejoni që në mbyllje të falenderoj të gjithë ata që kontribuan në këtë përpjekje historike, institucionet, gjyqtarët, prokurorët, ekspertët ndërkombëtar në punësit civil dhe të gjithë individët që punuan me përkushtim për ta çuar përpara reformën në drejtësi në Shqipëri. Përpjekjet tuaja kanë ndihmuar në forcimin e shtetit të së drejtës, në konsolidimin e institucioneve demokratike dhe në faktin që Shqipëria po i afrohet gjithnjëherë më shumë Bashkimit Evropian. Faleminderit shumë.